Divorci, ma nërmene që askush nuk futet në një martes për të divorcu veç lehtë. Të mendoheni mirë para se të futeni në një lidhje, në mënyrë që stabiliteti familjar tjetë shumë i fortë. Sepse po nuk ki stabilitet familjar, nuk ki as stabilitet shoqërisë, as stabilitet shtetit, as asgjë tjetër. Një lidhje qëndrueshme duhet të ketë besueshmërinë së pari, duhet të ketë respekti reciprok dhe duhet të ketë dashurinë që është përgjithshme. Sot, në ditët e sotit, sa është vështirë me qëndruar? Është edhe s'është. Do më thënë, mendoj, ndoshta prej moshës që e kam, nuk është veç e vështirë. Mundësit janë shumë mëdha për të mbri, për të jetu vetë, për të bërë vetë, për të kriju një familje të shëndosh, për gjitha është mundësit më të mira, shumë ma lehtë se sa përpara. E pa me jetu vetë. Nëse, po mvaret për shkollimit, mvaret për profesionit, mvaret për të gjitha. Sepse si po shkon koha, si po shkon moderniteti, ka dhe të tilla që mund të mbesin veten, ka dhe të tilla që mund të krijojnë familje. Këto dy aspekte mendova. Po jo të gjitha po mbështeten, nëse një grua është divorcuar sot, nuk ka mbështetje për familjes, për shtetit, ndoshta për ato kanë shumë gra që tolerojnë sot, nuk dëshirojnë divorcin e patjetër ta. Si e sheh këtë? Është një çështje shumë dimensionale, nuk është vetëm në një aspekt që mund ta trajtojmë si divorc. Prandaj si e tillë, domethënë nëse ju po e mendoni vetëm këtë aspektin material, ajo është diçka tjetër. Por këtu ka shumë aspekte. Përndryshe, divorci, ma nërmene që askush nuk futet në një martes për të divorcu veç lehtë, unë mendoj ashtu, sepse shtylla e një qoftë shteti, qoftë një shoqërie, po edhe një familje është pikërisht ruajtja e atij stabilitetit në familje. Dhe ma mërmendja që kjo do duhet të shkonte për gjithë një lloj mesazhi që të mendoheni mirë para se të futeni në një lidhje, në mënyrë që stabiliteti familjar tjetë shumë i fortë. Sepse po nuk ki stabilitet familjar, nuk ki as stabilitet shoqërisë, as stabilitet shtetit, as asgjë tjetër. Se sot martesat nuk janë qëndrueshme. Sepse nuk e di, duhet bëhet një prej profesionit që jam, nuk mund të flas pa fakte, pa analiza, pa të tilla, po mendoj që janë fut në lidhje thjesht me kalkulime matematikore. Çfarë do të thosh në lidhje fortë, e qëndrueshme sipas teje me qenë? Një lidhje qëndrueshme duhet të ketë besueshmërinë së pari, duhet të ketë respekti reciprok dhe duhet të ketë dashurinë që është përgjithshme. A do të thotë që mbështetja më e madhe në jetën tonë që ke pas ti njerëzve? Po mendoj familjes time, në të gjitha aspektet. Domethënë në të gjitha aspektet, domethënë është respektu gjithçka, kam respektu gjithçka. Kam besu, më kanë besu, kështu që ka qenë ndërcjell. Po s'është ndërcjell, nuk mund të vazhdosh. Po e shkëllin të njëherë për një kujtë jetë? Jo. Se njerëz jemi, njerëz jemi, po ato mund t'jenë thjesht zhgënjime shoqërore, po jo zhgënjime me bazë substanciale, jo. Po duket punë një mesazh gjithaj grave, se një grua fort duket që gjithaj grave, gjithaj vajzave që kushton. Të gjitha grave dhe të gjitha vajzave është që prioriteti është që të shkollohen, të marrin një profesion për cilin kanë të ardhme. Domethënë, jo të studiohet diçka veç të themi, të mos bazohen gjithmonë në modernitetet të cilat shkojnë, sepse ato janë shumë kalimtare, por duhet të kenë, domethënë, fillimisht të kenë një shkollim, dhe kur e ke shkollimin, mandej ato tjerat me punë i arrin gjithë. Kisha shumë kënaqësi, të uroj më të mirat në jetë. Ditë mbarë.